Qeveria Rama gati të njohë zyrtarisht më shumë se 2 gjini. Qeveria po përgatitet të bëjë një ndryshim historik në ligjin për parazinë gjinore. Qeveria ka dorëzuar në kuvend një projekt ligj të ri, i cili përkufizon gjinin në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe jo vetëm si burrë dhe grua. Sipas draftit të ri, gjinia ka një kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e parazisë, mos diskriminimit lidhur me identitetin gjinor dhe shprehjen gjinore. Ky ndryshim do të japë çdo individi të drejtën të deklarojë gjininë me të cilën identifikohet, duke bërë Shqipërinë një nga vendet e para në rajon që njeh më shumë se 2 gjini. Projekti ligji është mbështetur nga Partia Socialiste, e cila ka shumicën në kuvend, çka e bën miratimin e tij pothuajse të sigurt. Megjithatë, komunitetet fetare në Shqipëri e kanë kritikuar fuqishëm nismën e qeverisë. Përfaqësuesit e tyre thonë se kjo bie ndesh me traditën dhe vlerat të shoqërisë shqiptare, duke kujtuar se dhe disa vende të Bashkimit Evropian njohin vetëm 2 gjini. Debati tashmë është hapur gjithësisht në publik dhe shihet si një nga çështjet më të nxehta të ditëve të fundit.